Përshëndetje njerëz, sot do bëjmë një video që do lozim avatarin, po nuk jam vetë, jam me kushërirën time. Përshëndetje, sot do bëjmë një video bashkë me kushërirën time që do luajmë me Avatar Worldin dhe do të kënaqemi shumë. Okej. Videoa do prezantojmë një lojën avatarin, edhe pasaj do tregojmë shtëpinë e njëras tjetrës. Një bashkë shoqe, do tregojmë në botat time, edhe tregojmë shtëpinë. Do nisi? Okej, tashi do ju tregoj. Këto janë 3 shtëpi. Këto janë 2 shtëpi të tjera. Kjo është një doktor, një që lot futboll. Dhe pastaj është një çerdhe për fëmijë të vegjël. Është dhe një park që sapo ka dalë dhe është për të edukuar qenët, dhe parku tjetër është që fëmijët mund të luajnë, të argëtohen dhe të kënaqen shumë. Pastaj është qendra e autobusit që fëmijët kthehen nga shkolla dhe është shkolla dhe një fushë futbolli atje. Është dhe një dyqan i rroba për të bërë shopping dhe është një dyqan që shesin gjëra për mace, shesin mace, mobile për të futur macet brenda, është një parukeri. Pastaj është një vend që bëjnë yoga njerëzit. Pasaj është një vend që bëjnë balerinë. Pasaj është një dyqan që shesin roba me shumë ngjyra, make-up, roba, gjashtu. Pasaj këtuja është kurse buke, që mund të bësh torta, mund të hash mëngjezin. Pastaj është një dyqan që shesin gjëra për basketbol dhe kapele. Pastaj është një disko, le të themi një që njerëzit shkojnë, argëtohen e kërcejnë. Pastaj është dhe një vend tjetër që fëmijët e vegjël mund të gjejnë rroba për veten e tyre dhe është një spital. Po, vazhdo kushërir tani? Pasaj këtuja është një, le të themi, një kompani që njerëzit punojnë, dhe pas kësaj është gjykata. Pasaj e gjykata, si tha. Pasaj këtuja është ajo zjarfiksja. Pasaj këtu është policia. Këtu është banga. Këtu është posta. Pasaj këtu është që merr trenin. Pasaj këtuja është si punë, si ta themi. Është një si punë që mund të hash hamburger, lodra mund të blesh, ka make-up, rroba, është një parukeri, dhe është një që shesin telefona dhe kompjutra dhe gjëra të tilla. Le të themi është një kompani që ka disa gjëra, ka disa dhoma, 3 kate. Pasaj ka një dyqan që shesin skateboard. Ka një dyqan tjetër që shesin kapele. Një dyqan tjetër që shesin kapuçë dhe është një dyqan tjetër që shesin
sandwich. Dhe hot dog. Pastaj është dyqani akullorëve. Këtu është një dyqan që shesin fruta, ushqime. Është supermarket, le të them. Është supermarket. Pastaj këtu është dyqan rrobash. Edhe tjetri është dyqan rrobash, përsëri. Pastaj këtu është restoran pizze. Këtu është një restoran që shesin spaghetti dhe shumë ushqime të tjera shumë të mira. Pastaj këtu është gara e trenit. Po, dhe sipër saj është një ndërtesë që shesin mobileri për në shtëpi. Pastaj është aeroporti që mund të blesh kafe, hamburger dhe mund të gjesh dhe rroba atje dhe mund të shkosh me pushime. Pastaj këtu është vend që kur merr kutia gjëra i vendos këtu, është stokazh. Pastaj këtu është vend surf, është si pun liçen. Po, dhe sipër saj është një vend që bën kamping. Dhe bën kamping dhe bën zjarrin atje, kënaqesh shumë. Pastaj është një skenë që bën teatr dhe pastaj është një shtëpi e ndërtuar që jetojnë njerëz. Dhe poshtë është një shtëpi në pelmë dhe le të themi që pjesa këtu është si një punë fshati i vogël. Pastaj do ikim se janë 4 bota. Kjo është bota e parë. Kjo është bota e parë, do ikim te bota e dytë që është me pushime. Si fillim është aeroporti dhe sipër saj është një vend që njerëzit kapin peshk dhe i marrin me vete. Pastaj është një vend që njerëzit shkojnë atje, mund të rrshqasin në ujë, mund të marrin hot dog dhe është një vend shumë i bukur dhe ky dhe shumë argëtues. Pastaj këtu është një shtëpi pushime, kur vjen me pushime, këtë e bën vetë. E ndërton e bën vetë. Pastaj këto janë dy shtëpi që janë të ndërtuara. Pastaj mund të jetosh. Pastaj këtu ka një dyqan, të themi kështu, të shesin pije. Dyqan, shërir, po është një si pun restoran që njerëzit mund shkojnë atje të hanë ushqime dhe natën është shumë vend i bukur dhe mund të kënaqesh shumë. Pastaj këtu është plazhi. Dhe atje mund të shkosh, njerëzit mund të marrin shumë gjëra të mira, atje mund të kënaqesh shumë. Pastaj le të kalojmë te bota tjetër. Dhe është një ishull, më falni, është një ishull, të harrovëm, është një ishull, por atje nuk mund të shkosh dot, dhe është liçeni. Tash do shkojmë në bota tjetër, është bota që ka dhe atje shtëpi. Po, si fillim është një vend koncerte që bëhen atje, le të themi, rregullohen, vishen, mund të bëj make-up, ka edhe një parukeri të vogël atje që mund të bësh flokën, mund të stilosh, pra atë ditë që do të bësh koncertin dhe është shumë vend i bukur dhe njerëzit kënaqen shumë. Pastaj është një vend që njerëzit shkojnë atje dhe bën fotografi, njerëzit më të famshëm ju bëjnë fotografi dhe atje mund të shkojnë dhe njerëz që t'i shikojnë dhe bëjnë intervista dhe brenda saj është edhe një kinema dhe njerëzit kënaqen shumë dhe atje. Pastaj këtu është një vend, është plazhi, është një vend që bën foto, pastaj është vend që bën sport para plazhit, bën skateboard këtu, mund tash bukë edhe këtu. Mund të marrësh pije, mund të marrësh shumë gjëra të mira. Pastaj janë disa dyqane
E para është që shesi make-up-e, e dyta është për skincare, dhe e treta është që shesin unaza, bleziqen, dhe varse, dhe shumë gjëra të tjera. Pastaj është një dyqan për rroba, dhe është një dyqan për çanta dhe një tjetër për rroba, dhe atje është një kapucë, rroba, është një vend shumë i bukur. Pastaj, kur të mbarojmë se u treguar botën, kjo është shtëpia që do ju tregojmë pas paki. Dhe këtë le ta lejmë për në fund. Është dhe një shtëpi tjetër, njerëzit e quajnë shtëpia roz, dhe është shumë vend i bukur, është me dukate, dhe është shumë vend i bukur. Le të kalojmë mande, dhe është një vend që njerëzit shkojnë atje, këndojnë, vjen kitarës dhe violinës, është shumë vend i bukur. Regjistrojnë muzika. Pastaj është një vend që futin mobile. Po. Dhe atje është një parukeri e vogël dhe një vend që njerëzit vishen atje dhe bëjnë foto, le të themi. Dhe është një parukeri e vogël. Pastaj le të kalojmë te bota tjetër që është Perma. Është një vend shumë i bukur dhe ky. Vendi i parë është Kalërimi. Është një vend që ka kal dhe njerëzit shkojnë atje, kujdesen për kal dhe kënaqen shumë. Pastaj, poshtë Kalërimit është Barçë, që mund të mbjellësh perime, fruta. Dhe i ujit edhe është shumë vend i bukur dhe atje ka dhe farat. Po, pastaj është një vend që ka flutura dhe ka disa kalë atje, lopka dhe atje, është një kollovaj që njerëzit kënaqen kur shkojnë atje dhe kujdesen dhe për kafshët që ka atje. Pastaj është edhe Perma, që ka ula, lopë, marrin qumësh, marrin vezë, dhe këtu është një vend shumë i bukur. Pastaj, le të kalojmë te shtëpia jonë. Po, tani do të tregojmë shtëpinë tonë dhe është shumë e bukur. Le të futemi në shtëpi. Do futemi. Po. Do nisim për katin tim? Po. Po, tani do nisim në kati i kushërisë time. Por duhet të presim derisa të na futet. E mirë. Pastaj, në fillim tani do ju përshkruaj motra shtëpinë kushërira, më falni, shtëpinë e saj. Se kam një shtëpi, po e kam bërë kate studio. Kati poshtë është kati tonë, është kati tim, e kati lart është kati kushërisë time. Do nisim për këtë pjesën këtu. Kjo është personazhi tim, është Jessica. Pastaj, këtu është dera, është një koltuk që ulesh që vesh këpucët. Pastaj këtu është një tavolinë që e mi vesh shapkat, fugjera, lodrat e qenit. Pastaj ka edhe çorapet, ka edhe këpucët. Pastaj ka rrobat ku punonj, ka çantën e piknikut, ka xhaketat time, ka ushimet e qenit e ka edhe një qirish. Pastaj do ikim më këte. Këtu është qeni tim. Këtu i ka ushimet. Këtu është një pasqyrë, pastaj do ikim në dhomën dantjes. Dhomën dantjes është kjo. Kam dritë, tavolinë, kam divan e pastaj kam një peshk. Një akuarium me peshk. Me një peshk. Pastaj këtu është tavolina time që punoj, një koltuk. Pastaj këtu do ikim atje në dhoma që ajmë buk. Këtu kam një pasqyrë,
kam një tavolinë, kam lule, kështu që ve këpucën, nga sipër e kam edhe amster. Pastaj do kalojmë në kuzhina. Në kuzhina ka këtuja janë ca ato ushqimet amsterit, këtu janë tavolina, këtu janë gjëra kështu që gatuajmë, e këtu janë ato janë që lugët, pirunjët ato. Pastaj këtu është frigoriferi, ja. Pastaj këtu është stofa, kam 2 stofa, një pasqyrë. Këtu është grisë e bukës, një tavolinkë, ca mobilje. Pastaj këtu janë 2 mobilje edhe një dritë. E pastaj këtu ka lugët, pirunjt edhe thikët. Pastaj do kalojmë këtu. Këtu kam lavatriçen, kam atje që la qeni edhe dritë. Pastaj këtu do kalojmë në banja. Banja, këtu janë banjat, këtu që mbaj gjëra që lajmë, tharsenat, flokët. Këtu e kam dushin, vaskën. Pastaj këtu kam ca mobilje, ja, kështu si shtarka. Pastaj do kalojmë në dhoma. Kam një perdhe, kam krevat, kam gitar, kam violinë, kam një koltuk çulesh, kam edhe një tavolinë të vockël afër krevatit. Kam këtë garderobin që janë rrobat e dimrit. Pastaj kam këtë garderobin që janë rrobat e përditshme. Tashi, kushëri e ke ti radhën? Po, le të kalojmë te kati tjetër, që është kati im dhe është shtëpia ime. Të shkoj edhe unë. Po, më ndikë edhe kushërira pak. Okej. Tani, këtu është personazhi im dhe si e shihni e ka emrin Ana. Dhe këtu është shtëpia ime, këtu është dera, është dhe ashensori. Dhe janë dollapët këtu, por më falni se nuk I kam rregulluar akoma veshjet dhe çfarë do futim brenda. Dhe këtu është që ule dhe vesh këpucët, çanta dhe shumë gjëra. Janë këto për skincare, mund të futesh pije këtu, dhe është I pasqyrë dhe një koltuk që ulesh. Pastaj ky është krevati im, dhe këtu kam vënë një tavolinë që mund të vë gjërat time personale dhe pastaj kam një dritë këtu dhe një lule. Pastaj kam dollapin, po ashtu kam vënë akoma rrobat e mia se sa u futëm te shoqja dhe kur vën shoqje dhe nuk I kemi që të marr akoma rrobat, shëria po, por akoma jo. Dhe këtu kam një qiri, një dritë dhe pastaj është kjo mobilja këtu që mund të vë gjëra dhe kalojmë te dhoma e ndonjës. Është televizori dhe janë 2 koltuqe dhe 2 tavolina. Pastaj është kjo që ulesh tu sipër. Ai koltuku dhe një lule. Pastaj kjo është tavolina ime dhe këtu akoma nuk kam sistemuar gjërat dhe është kjo tavolina, është pasqyra dhe drita. Pastaj kalojmë te kuzhina. Tu kemi vënë një tavolinë që kemi vënë tostier për të bërë tost në mëngjes dhe një për të ulur dhe një koltuk për të ulur dhe këtu është kuzhina. Është një sobë, është një dollap, është lavamani, tavolina, janë këto që mund të futesh banane, mollë, ushqime, fruta mund të futesh. Dhe është kjo mobilja që edhe këtu fut ushqime. Po, kaq, është kati im. Dhe besoj se jeni kënaqur shumë kur e pak të video.
dhe bëni like, subscribe dhe shumë faleminderit shumë që ndoqët videon. Shumë faleminderit, do ju themi miru pafshim!